Flet për herë të parë publikisht vajza Remzia Osmanit për raportin me kunatën e saj Gëzimen. E pyetur nga ndjekësit në Instagram, Riola ka qenë më e sinqertë se kurrë. Ajo u shpreh se Gëzimen e do më shumë se motrën dhe se tek ajo nuk ka asgjë që nuk i pëlqen, duke hedhur poshtë çdo aludim për mosmarrëveshje. Ky raport i afërt mes kunatave po komentohet gjerësisht si një shembull pozitiv në showbiz, ku harmonia dhe dashuria familjare janë të rralla. Deklaratat e Riolës tregojnë qartë një lidhje të fortë dhe respekt ndërsjellë, që shumë familje do ta kishin për model. Çfarë mendoni ju për këtë raport kaq të veçantë? Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.